Albin Shqiptaria e ka një lutje për këtë popullin e Dardanis. Atëherë, nëse dëni me kuptu se çka ka thonë, ju kisha ftu me këshyrë qëtë video bashkë me mu deri në fund. Nuk ju kam lutur më herët, nuk do t'ju lus ma vonë. Veç sonte, për mas nesër, mos në alinin në 500.000 vota. E kemi krejt historin pra për vetës, dhe e kemi krejt të ardhmen para vetës. Ajo është momenti vendimtar midis historisë që e kemi në shpatula, e në zemër, e në mendje, e në kujtes, e në kur, e në mish, e në asht, e në gjak, dhe ardhmërisë që duan ta kemi të ndryshme për të gjithë, edhe për ata që vinë mas nesh, e të sigurt, sidomos për rinin e për fëmijë. E prandaj referendumi është historik. Aman, po ju lus, mos në alinin në 500.000 vota dilë. Nuk ju kam lutur më herët, nuk ju lus ma vonë. 500.000 vota, 500.000 zemra duhet të shpërthejnë prej kutive kur të hapën në mbrëmjen e së dielës. Pra, ju kisha ftue që me 7 qershor me ja bo 69% Albin Shqiptari, sepse po ne e lyp këtë ndim e na dohet çdo herë mi ja kthye me të mirë. Prandaj mos e lejoni që vota juve me shkue hoq, sepse vota ju ka shumë vlerë e ajo vot dohet me kon veç për njërin ma drejt, e ai është Albin Shqiptaria.